bashku punojnë me hare dhe gaz. O ndërtuesi, o ndërtuesi, Ilçak e Zogu, Revis dhe Shati, këzojnë e punojnë të gjithë së bashku. O ndërtuesi, o ndërtuesi. Mirëmëngjes, kantieri ndërtimit të Bobit. Po, atëherë do t'jem aty sa më shpejt që të mundem. Okej, pafshim. Oh, po ishte një stuhi e tmerrshme. Oh, përshëndetje. Oh, shumë e drejtë, e kuptoj. Po, ishte një stuhi Mund shumë e të keqe. qëndroni në linjë, lutem? 3 pemë kanë rënë mbi rrugë. Bob, është një faks urgjent. Nga këshilli. Mund të prisni një sekondë, ju lutem? Rrugë të bllokuara, shtylla telegrafike të rrëzuara, tuba të plasur, gardhe të prishura, kanë nevojë për ndihmë menjëherë. Në rregull, Wendy, jam duke ardhur. Mos u shqetëso, do të flas unë me klientët dhe do t'u them që do të jesh me ta sa më shpejt që mundesh. Faleminderit, Wendy. Përshëndetje, përshëndetje. Oh, përshëndetje, Bob. Ç'po ndodh? Ka patur stuhi mbrëm. Gjithë ato vetëtima dhe bubullima të forta. Ashtu ishte. Jeni të gjithë mirë? Po, ishte pak e frikshme, apo jo, Baltë? Jo, nuk isha frik, ishte qejf. Në rregull. Tani ka patur disa dëmtime nga stuhia dhe ne duhet të shkojmë menjëherë. Unë mund të zhvendos. Unë mund të përzjej. Unë mund të gërmoj. Mund të shtroj. Unë mund të ngre. Shkëlqyshëm skuadra. Gërmues, ti eja me mua të kontrollojmë rrugët. Balt dhe kryelart. Dua që ju të shkoni në fermë dhe të siguroheni që çdo gjë shkon mirë atje. Bob. Mos u shqetëso, urtaqe. Jam i sigurt që në një ditë si kjo, të gjithë do të hyni në A punë. mundemi ta pastroj? Po, ne mundemi. Po, kështu mendoj. Shihemi më vonë atëherë. Heja, kryelart. Po, për mua nuk duket aq keq. Kështu duket, por rosat nuk duke shumë të kënaqura. Do të jenë, kur të kemi pastruar oazin e tyre. Mos i tremb rosat, piqor! Eja, të vazhdojmë atëherë. Oh. Oh. Le të shkojmë. Oh, duhet të shpëtojmë Pilçardin, shpejt! Nuk është më mirë që të presim Bobin? Çfarë? Oh, po kjo mund të dojë gjithë ditën. Pilçardi nuk mund të mbahet aty për gjithmonë. Jepi, kryelart, ti mund ta ngresh atë pemë. Nuk e sigurt, Baltë. Nuk mundem. Nuk mundem ta bëj kapjen. Nuk mundem. Vetëm kapën, kryelart. Do ta bëja nëse do të mundja. Po, zogu
ti erdhi tetu, ai po shkon në kantier për ndim. Mos mendon që duhet të shkoj me të? Jo, ti qëndro këtu, unë do të shkoj të kërkoj ndihmë. Po më lë këtu vetëm fare? Po dikush duhet ta ruaj Pilçardin. Ndim. Vaj, çfarë ke? Pilçardi, ajo ka ngecur në një pemë, e cila ka rënë në as. Dhe ajo nuk dinon sepse thua, e urren ujë. Kryelarti u përpoq të ngritë, por ai nuk jo. sepse ai kishte. Çfarë po ndodh këtu? Wendy, duhet t'i telefonosh Bobit. Pilçardi ka ngecur në një pemë dhe nuk di të notoj dhe liçeni dhe gjithçka. Pilçard, e gjora. Do t'i telefonoj Bobit më njëherë. Jo, ai nuk e ka marrë celularin. E kam unë këtu. Atëherë një nga ne do të shkoj ta marrë. Por ne nuk e dim se ku shkoj. Mund të jetë kudo. Por ne duhet të bëjmë diçka. Rolej, Balt, mendohuni. Wow, ai zog lëviz vërtet shumë shpejt. Ndoshta zogu ka shkuar që të gjej Bobin. Hajdeni, ta ndjekim. Ai zog lëviz shumë shpejt. Më shpejt se unë. Megjithatë unë do ta provoj. Ti qëndro këtu. Nuk dua të humbas dhe ty. Zog, çfarë po bën këtu? Ka ndodhur diçka? Diçka e rëndë. Bob, duhet ikim. Prit Kërmues, çfarë po ndodh? Nuk ta shpjegoj dot. Vetëm beso, Bob. Eja. Ju lutem, do një që të më ndihmoj. Zog, kjo ishte vërtet gjë e zgjuar. Kërmues, Bob. Ka ndodhur një aksident. Një pemë ka rënë në oaz. Dhe Pilçardi ishte në të. Kryelarti u përpoq ta ngrinte, por pema ishte shumë e rëndë. Bob, ne duhet ta shpëtojmë atë. Shkojmë atje atëherë. Gati skuadra. A mundemi ta shpëtoj? Mundemi. Kërmues. Shkëlqyshëm, ja ku jemi. Bëni një gjumë të mirë të gjithë. Nesër kemi më shumë punë për të bërë. Çfarë dite që ishte? Duhet të shkosh t'i vendosësh këmbët pranë zjarrit, Bob. Do ta bëj, Wendy. Natën e mirë. Natën e mirë, Bob. Natën të gjithë. Shihemi nesër. Natën! Natën e mirë. Natën! Shihemi nesër. Natë e mirë. Nuk e di. Mbase do t'i jemi lodhur. Wendy kryelarti, bashkojnë të gjithu. Bobi dhe grupi, kënaqen pa mas. Së bashku punojnë, ne hare dhe gaz.
Pak majtas. Pak djathtas. Rrotulloje pak. Ule pak. Po butësisht tani, butësisht. Ja, ashtu, Travis. Pa merak, Bob. E kam emrin Travis Traktori dhe kam si loj të zhvendos nga rkesa unë. Pikërisht, Travis. Tani jemi gati. Utaqe. Utaqe. Utaqe, dëgjo. Eja, Utaqe. Çfarë? Jepi, Utaqe, është koha për punë. Edhe ti gërmues. Gati jemi, Bob. Mira të skuadra. A jemi gati për punë? A mundemi ta gërmojmë? Mundemi! Po, kështu mendoj. Pilçart, është koha e mëngjesit. Pilçart, po ku është kjo mace? Nuk e ka zakon të vonohet për mëngjes. Balt, a e ke parë që kundi Pilçartin? Kam frikë se jo, Wendy. Po, nuk do të ketë ikur larg. Jo, shumë larg. Hej, Zog. E di që macet nuk të interesojnë, por Pilçarti nuk do të të lëndojë. Në rregull, skuadra. Ja ky është vendi. Jemi afër fushës ku banon ai Dordoleci. Ka gjithmonë diçka që nuk shkon kur shati është vërdall. Çfarë, miku im shat? Mos u shqetëson për të kryenart, ai thjesht do të argëtohet, vetëm kaq. Po, kryelarteja, budellande edhe këteja. Në rregull. Tani kemi një punë për të bërë. E mbani mend apo jo? Në rregull, Bob. A mundemi ta rregullojmë? Mundemi! Po, kështu mendoj. Prit gërmues, më majtas, në rregull. Po, kryelart, pak më djathtas. Pas që Pilçarti ka ikur, e po drejtim që kundi. Ajo asje ka ide se sa e shqetësuar është Wendy. Atëherë, unë mendoj se Wendy nuk duhet të shqetësohet, sepse Pilçarti do të kthehet kur të doj ajo të kthehet. Pilçart! Mirë. Ky po që ishte një vend që Sharaku të kërkoje. Rregull, kryelart. Ngadal shohje pranë gropës. Jo! Mos, mos. Kjo ishte e vështirë. Por pak e humbe, kryelart. Mendoj se është koha për një pushim. Ka edhe një grop tjetër që duhet mbushur me kujdes. Gropa e në stomakun tim. Sandwich. Të shohim. Letra për të hapur, telefona për të bërë, fakse për të dërguar. Dhe çfarë po bëj unë? Po kërkoj macën e larguar. Përshëndetje, kantieri ndërtimit të Bobit. Përshëndetje, zonja Hardakre. Po, ai mund të vijë dhe t'i hedhë një sy nesër. Ju duket mirë të themi rreth orës 3? Mirë, në rregull, pafshim. Mirë, dorëzohem. Nuk e di ku është ajo mace. Veç në mos iku me Bobin. Alo? Ups. Bob! Alo? Ç'kemi, Bob? Më në fund s'po lidhesha dot, Wendy jam. Dëgjoj, Pilçarti është dukur. Me ty është apo jo? Me mua?
Jo, nuk ka mace këtu, Wendy. Të zgjova vallë nga gjumi? Jo, nuk gokësiva unë. Ndoshta kryelarti ka qenë pa gjumë natën, ose grumusi, ose utaqja. Gjithsesi mos u shqetëso, Wendy. Jam i sigurt që Pilçar do të dalë kur t'jetë gati. E di ti që macet janë shumë të pavarura? Besoj se po, por Pilçart nuk e ka zakon të lërë mëngjesin e saj. Gjithsesi, shihemi më vonë, Në Bob. rregull, Wendy. Do të shihemi. Mirë pra, tani grupi tembel. Pushimi i çajit mbaroi. Eja kryelart, duhet të shtrim disa tuba këtu. Në rregull, Bob. Jam i gëzuar që ai Dordoleci nuk është këtej vërdall. Në rregull, kryelart. Ngri. Panzi tim. Do të më kishe trembur shumë për pak. Çfarë gallate? Sa mirë që po kënaqesh. Por për pak ama shkaktova një aksident. Më fal, Bob, thjesht po luaja. S'doja të shkaktoja në një dëm. Mirë. Kërkoj të falur kryelartit shat. Është në rregull atëherë. Më fal, kryelart. Asgjë, më tepër nga ç'mendoja. Në rregull, shat. Në rregull. A nuk duhet të shkoje të trëmjezojsh nga marrulet e fermerit Pickles, apo jo? Më fal, Bob. Shati është në shërbim, Bob. Mirë atëherë, kryelart. Le të vazhdojmë punën. Duket si mirë. Bobi është duke u kthyer dhe ende nuk ka asnjë shenjë të Pilçartit. Çfarë do të bëjmë? Dhe tani, është koha që të ikim në shtëpi. Ura! Përshëndetje! Ne u kthyem! Eja kryelart! Çfarë ke, Wendy? Duket sikur ke gjetur diçka dhe ke humbur diçka më të madhe. Kemi humbur Pilçartin, Bob. E kemi humbur. Pilçart! Ja ku gjënka. Ma thuaj hapur, Bob, ti më the që nuk e dije se ku ishte ajo. Në fakt, nuk e dija, Wendy. Duhet të jetë fshehur vetë. Mirë. Të paktën nuk thye shëndoshe mie. I kam renditur unë faturat, Bob. Do të jetë te kutia postare rrugës për në shtëpi. Sa më gëzove, Wendy. Nuk e di se çfarë do të bëja pa ty. Natën e mirë atëherë. Natën, Wendy. Natën, Bob. Natën, Pilçart. Wendy kryelarti bashkojnë të gjithu. Bobi dhe grupi kënaqen pa mas. Së bashku punojnë me hare dhe gaz. Ndërtuesi, Pilçart e zogu, Revis dhe shati, zojnë e punojnë të gjithë së bashku. Në rregull. Çfarë pune kemi sot, Wendy? Po, ja ti hedhim një sy. Ja ku i kemi. Bobi, gërmuesi dhe Balta të bëjnë riparimet e tunelit në Little Town.
pikërisht. Janë për të vënë disa tulla në murin e tunelit. Linja elektrike kryesore do të mbyllet, ndërkohë që ju do të punoni në tunel. Kështu që do të duhet generatori për të vënë disa drita të përkohshme. Po, siguria vlen e para. Kryelarti duhet tek fermeri Pickles për të lëvizur disa trungje pemësh. Bëjmë mirë të lëvizim atë. Në rregull, skuadra. Nisemi në rrugë. A mundemi të rregulloj? Po, mundemi. Po, kështu mendoj. Në rregull, gërmues. Të kontrollojmë më parë planin e punës. Balt, ti ço tullat tek mezi i tunelit. Mirë? Po, pa merak, Bob. Çfarë ndodhi? Mirë, është fare errësirë dhe e frikshme këtu. Do ta rregullojmë shumë shpejt. Ja, sa po ta vëmë të gigantit të punoj, do të kemi elektricitet. Pastaj mund të ndezim dritat. Mirë, tani duhet t'u japim energji vetëm disa llambave. Duhet të jenë të mjaftueshme. Bob, e çfarë do të thuash me duhet të jenë? Përshëndetje. Travis, me çfarë mund të filloj? Duhet të më vendosësh gjithë këto trunjet në rimorkën time që unë t'i çoj në hangar. Pa mundi fare. Më në fund heshtje dhe qetësi. Çfarë? Pilçart, çfarë po ndodh? Çfarë ke bër? Nuk mund të rish këtu duke parë televizor gjithë ditën. Tani eja. Balta është kamion frikacak, kamion frikacak. Nuk jam. Shihemi më vonë. Ç'kemi Pilçart? Si po kalon? Pilçardi thjesht do të argëtohet. Hipni të gjithë atëherë. Eja Pilçart, shkoj të shohim kryelartin. Pafshim Rolej. Shihemi më vonë, hutaqe. Jepi Balt, s'është errësirë. Do të thonë, s'është aq errësirë. S'është aq errësirë. Ec. Gërmues, të lutem hidhi një fyr generatorit për mua. Duhet të vendos disa tulla tani atje brenda. Në rregull. Ikim, çekatej, të dalim për jashtë. Këtu ka të lashe! Mos. Mendoj se tani kemi një problem me Baltën. Jo, mos ma bëni këtë. Nizni dritat. Shpejt. Ej, kryelart! Donim të shihnim se si po kaloje. Ç'kemi? Si jeni? Duar thar. Bob, mendon që Balta do t'jetë mirë? Kush, Balta? Sigurisht që po. Prit, gërmues. A nuk më the ti që Balta ka frikë nga errësira? S'është qef. Nuk është qef. Ej, Balt, si po ja kalon? Ç'kemi, Bob? Shiko, nuk ka kuptim të sorallatemi sa andaj te. Ikim. Jo, nuk mundem ta bëj. Mos u bëj budalla. Sigurisht që mundesh. Shiko, kam një ndriçues, vetëm më ndiq mua. Nuk mund të lëviz. Është shumë errësirë. E kuptoj. Çfarë ndodhi, Bob? Ku është Balta? Balta është e bllokuar.
Ka të drejtë, ka frikë nga errësira. Oh, si shka frikë kryelarti nga lartësit. Oh, shkëlqyshëm. Më erdhi një ide. Është më zbavitse se të sërollatemi në kantier, apo jo? Kryelart, na duhet ndihma jote. Në rregull. Po, përse? Ta them rrugës, më ndiq mua. Wow, çfarë ishte gjithë kjo për Pilçardin? Pilçard? Oh? Ta, la, da, aba, oho, na, kush është aty? Oh, Balti jam unë, kryelarti. Çfarë nuk shkon? Është errësirë, e kupton? Po, e di. Po mua nuk më pëlqen errësira. Oh, Balt, e kuptova. Si unë që kam frikë lartësit, tamam. Oh, sa frikë kam. Ashtu është. Oh, mos u shqetëso, Balt. Të gjithë kanë frikë nga diçka. Të gjithë? Po, eja, Balt. Thjesht më ndiq mua. Nuk e bëj dot. Oh, sigurisht që mundesh. Vetëm ik nga dalë. Qëndro afër meje. Nuk mundem, kryelart. Nuk mundem. Është shumë errësirë. Ha pra, çfarë tha? Balta si ka hyrë frika në palc. Është bllokuar fare. Më vjen keq, Bob. Pilçard! Dil, mace! Ti nuk e di se ku është Pilçardi, apo jo, Rolej? Po, besoj se di ku është. Dhe? Ja, mendoj që ka shkuar të shohë kryelartin. Faleminderit, Rolej. Ndoshta duhet ta provojmë që t'i flasim të gjithë së bashku. Provova unë. Nuk funksionoi. Po sikur ta tërheqim për jashtë zvarr. Nuk mendoj që kjo është ide e mirë, Gërmos. Fantasma! Fantasma! Po më habit. Mendoja se ishe bllokuar aty për gjithmonë. Edhe unë, Bob. Po aty ka fantasma aty poshtë. Vajtime të mërshme fantasmash. Po çfarë ndodhi atëherë? Aty vajton të dikush. Pastaj zinxhirët që kërcesnin klak, 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 dhe hapat e frikshëm që zvarriteshin. Pastaj çdo gjupe ftohtë e akullt. Edhe unë e dje që ishte një fantazm. Vëbaz që friksove. Ja. Por dola shumë shpejt që andi. Po si.